Pas 44 vitesh, paralajmërohet rikonstruimi plot I stacionit Hekurudhor. Këtij objekti I rëndësishëm premtohet se do t'i jepet jetë me projektin e ri, por duke ruajtur pamjen e saj autentike. Projekti që pritet të realizohet nga Hekurudha e Maqedonisë Infrastruktura dhe Fakultetet e Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës pritet të finalizohet brenda 5 deri 6 viteve. Qëllimi sipas drejtorit të Hekurudhave Sinisha Ivanovski është që paralelisht me stacionin Hekurudhor të lëshohen në përdorim Hekurudha e shpejt e korridorit 10 dhe linja hekurudhore deri tek aeroporti I Shkupit. Nëse vlerësojmë se parafërsisht nga fillimi I ndërtimit të Hekurudhës së shpejt do të duhen rreth 5 vjet deri në fund, supozojmë 2 vite do të duhen punë ndërtimore për të gjithë rikonstruimin e këtij stacioni. Nëse përfundojmë me projektin për 1 vit nga sot ose 1 vit e gjysmë, pas kësaj për financim do të shkohet ose me para të buxhetit shtetëror. Opsioni I dytë është të bëhet huamarrje nga Bersh dhe Banka Botërore, por nuk e përjashtojmë mundësinë që të hyjë në partneritet strategjik me Britaninë e Madhe. Aneta Kristova Popovska, dekane e Fakultetit të Arkitekturës, u shpreh se fillimisht do të bëhet dokumentimi dhe analiza e dokumentacionit origjinal të stacionit Hekurudhor dhe ndërtimi do të bëhet në 3 faza. Do të ketë ndërtime e përmbajtje që do ta bëjë ndërtesën një qendër sociale dhe një platformë të hapur për jetën kulturore dhe publike të banorëve të Shkupit, të cilët nuk do të vinë këtu vetëm për trafikun Hekurudhor, por edhe për jetën kulturore. Në këtë kuptim, ne do të rishqyrtojmë aspektet origjinale të dizajnit të Kenzo Tenç. Do të jemi shumë të kujdesshëm për të ridizajnuar në mënyrë të sofistikuar të gjitha aspektet. Dekani I Fakultetit të Ndërtimtarisë Josif Josifovski deklaroi se përfundimisht ky projekt I vonuar do të ketë fillimin e tij dhe detyra e tyre do të jetë që të bëjnë rikonstruimin e plot dhe rehabilitimin e të gjitha elementeve të korridorit Hekurudhor 10. Edhe vetë pista do të përfshihen me këtë projekt. Ne do të sigurojmë të gjitha kushtet dhe standardet që zbatohen në të gjitha vendet e Europës perëndimore. Pjesëmarrja e Fakultetit të Ndërtimtarisë është një premtim dhe një garanci për cilësinë e punës së kryer. Hera e parë kur ishte lëshuar në përdorim stacioni Hekurudhor ishte korriku I vitit 1981.